Përshëndetje shikues të Koha Vizionit, mirë se takohemi edhe këtë të diele bashkë me emisionin e juaj, emisionin Një kafe me labin. Si çdo të diele tjetër, edhe këtë të diele mundohemi ta sjellim atmosferën në shtëpinë e juaj, aty ku jeni duke na shikuar. Është kënaqësi e madhe ku mundohem që çdo javë të sjellim njerëz se cilët ju i doni, i çmoni, i respektoni. Kam kënaqësinë sot se në studion e emisionit Një kafe me labin kam musafir të cilët ju e di që nuk ka shqiptar që nuk i dën, nuk i respekton edhe nuk i çmon. Për shkak se kanë jap shumë sa i përket vlerave, sa i përket muzikës. Kur t'ju them emrin që dyjave, apo vish i ti përmendi dyjat, atëherë me siguri që ju e dini. Sepse nuk ka shqiptar që nuk e din, sepse motrat Mustafa janë dyshe. Edhe nuk ka tjetër. Është kënaqësi e madhe që ju kam që dyjave sot në studion e emisionit Një kafe me labin. Faleminderit. E di që ne sot në kuadër të emisionit Një kafe me labin do të flasim për përjetimet e juaja në pushtete. Po në pushtete të cilat udhëtoni edhe udhëtoni kryesisht me vetur. Kryesisht me vetur. Se thej që po tutesh për aeroplanit që? Që aeroplani? Sa qetë po rrje. A qeta? Që. Se s'po lëviz, hiç, po në mish nivel ka aeroplani jau. Jemi pajtuar tash kohëve të fundit. Ja ki nis mu pajtu, domethënë ja ki nis mu pajtu me aeroplan. Me di që jam kon më e re, që nuk kam pas derë që kom hip në aeroplan. Ka gjë një periudhë gjatë jam friguar shumë sa beso që edhe për një men edhe kur e shojsh më vike një farë trishtimi. Kur e ditë që kam i mrena, më mbyll krejt, edhe me shkuat nalt. E kështu që jo, pak ka fillu. Leqe nalt, po s'ka ku mu majt. S'ka ku mu majt, që i problemi që s'ka ku mu majt. Që si ki pas problem në herë aeroplani, heq, thuja? Jo, unë nuk e kum pas problem, normal, pak, po, tash më krahasu me këto jo, po kohët e fundit i thash, apo të heket frika aty, thash, a dhe mu jetë më shtinë që të rrugë, gati. Të më një vesh të kukacë. Mirë, ka njësë më stabilizu tash, mirë. Po na vjen edhe Marigona, po na vjen stjuardesa e emisionit. Përshëndetje, Apollodhe. Mirë se erdhe Marigon. Mirë se ju gjetë halab. Mase veç këtë aeroplanit e tuta, thash vitja heke tutën. Mase kë punës është frika edhe këto, e zakonisht ka njëherë kër i shojmë njerë që po na afrohen, na heken paka tutën, kështu që unë e zakonisht pytjet që ja u bëj është përjetimi me stjuardesën, tregom një pak për përjetimet që besoj që shumicën ju bjen bashkë, po se cila diçka ka pak. Unë kam qef mi pas kejt ato stjuardeset si ti që të tamë. Falënderët. Me bo me mnejt, më rollë shumë, unë veç i thamë pësaj diçka, ato janë të di diçka që do me ndodhë. Edhe kjo për më thotë, po, se veç ti ki shpirë, se ato shpirë, se kanë, veç ti ki shpirë. E kur janë kështu të busqeshën, ata më le, thamë që sa mira, peshe këto hiqës po, s'ka me ndodhë kur gjanë. është shumë interesant, dhe më thonë, që kemi diskutuar edhe me Marigonën, dhe më thonë, edhe me musafir tjerë që kemi qenë në kuadrë të aeroplanit dhe kjo pjesa. Sepse, kryesisht që, Marigonë, mirë, faleminderit, kryesisht dhe më thonë, unë i kom thonë që njëri që ka frikë për aeroplani, stjuardesa dhe më ju afru me vetë, abdo me pi diçka, më mshel gojen, kush ka të vetë. Nësë më streso. Edhe këta do të me frikë. Bodja me stresu, nësë më streso. Hajde përjetimet diçka, se paka shumë diçka. Unë një përjetim e kom pas prej Vjenës, sa fetja pat nejt atje, se në roke gjdo vikend në udhëtu. Edhe, kur unë esëm prej Vjenës, e kisha vajzën e dytë, e kisha shumë të vogël. U duke, unë gjithmonë me udhëtu. Edhe vi prej Vjenës, me thonë 30 minuta ka fluturu. Aeroplani, mas 30 minuta, tha, e pashe pozita, po unë e prej frigës të madhe, dhe më thonë, gjdo detale e vrej, se frigona shumë edhe e vrej. Edhe pitha me kisha Fadilin, thash, Fadil, aeroplani, o të këthy, e mur drejtimi për mu këthy, tha për Vjenë, edhe a i po kesh me mu. Tha, qysh, bre, tha ti, tha, po ata e marin pozitën, as i thash, që kjo aeroplan u këthy. Edhe tha, në qatë moment, lajmërun, tha, kemi një rast urgjent, tha, do të mu këthy për
për aeroport të Vjenës. Edhe mu veç më kapi panika, thash, Autranova, marrë ke padili dhe i bëj shagishtat kuku për Edhe që ta shkajnë të gjitha të kërësit. E një plak mrapa e kisham të ke, mos o tot bre mi, se tanë kohën mu më falke që po këna një shumë mirë, na shumë ju dojmë. Thë isha bërë që zbrisim edhe një herë, dhe me të vërtit boni kodgjë dhe zbriti. Kur zbriti poshtë, unë i po thamë du me dalë. Ska kush që më nalë në aeroplan, ma. Aja stewardesa për një shka një shumë një vajzë e mirë, e erdhe ullë para konve të mija, që besën e kis ka pas në e farë problemit madhë, kemi me shku prapë, kemi kalu shumë mirë, a donë di shka për mu qëtësu, ta bi një kafe, një uj shka po donë. Do me thonë në rast stewardesa që mu ma kthejat gëzimin që dhe njëherë më këthy se s'kish pas kush, më që më qëtë në aeroplan, ma. Që edhe marrin kirona po keshtë ashtë të momente që... Edhe u këtheva prap mirë bolë, më rinë në Prishtinë për Marak, po, friga. Lang portokallit, në kisil, po pesha ata trandafilin, a? Poshtë, aty poshtë po ka. Okej, po. Edhe sot që trandafil jemi. Qa trandafilin, se këto i kena trandafila dy atë. Qa trandafil be ma. Qa trandafil. Prejtë vesh pak se. Mikrofoni jam, shkoj. Shkoj mikrofoni jam. Për live që shtu, kur jena drejt për drejt. E të përjetimin dhe më thonë që të përjetimin që e ki pas pikrish dhe më thonë që nuk o ka konë qa që i mirë edhe aq ma tepër kur e ki paniken edhe e ki tutën qëre, janë pak t'jon ata cilë thuja që nuk frigohen, po... Ashtë fakt. Po... Këtë njerës frigohen, sepse është me të vërtit, është e frikshme pak, tash s'muj me thonë se gjithë njerës të frigohen pak. Po mu një periudhë, une u befasisha me vetin së në përpara kur s'jam frigu. Po, era një periudhë që jam frigu shumë, e tash përsho që 2-3 fluturimet e fundit që kom shku, nuk e kam atë tremen e madhe që kom pas, dhe me thonë, kom nisë më stabilizu, jam bo psikologi vetë vetës, se pa o bo psikologi vetë vetës, nuk mësh... S'mundesh me bo kur gjo. Po. Edhe tu i folë vetës, tu i thonë që sa udhëtarët udhëtojnë tonë ditën, na kemi pas shumë udhëtime, kur s'kemi pas probleme, e pak po më duket që më ka largu. Unë e di përjetimet shumë të ju keni pas, për pas aeroplanit keni pas edhe me vetu në për shumë shtete. Ku keni udhëtu këgja gjatë, ju ka dash për me shku për një koncert kude në për Evropë. Po Allah hile me Ameriken kështu. Se di se sa ftesa u bo Amerike, Australie, gjithë ka. Në të të nëntën, kër e kemi pas ftesën e parë për Amerikë, do me thonë që sa vite kanë kalu, atëherë, të regoj drejten që atëherë nuk kom ditë më frigue, po atëherë për shkak sa fetis ja dhanë vizën, mu nuk ma dhanë, edhe për atë arsye s'kemi mujtë atëherë me shku. Ma mirë që s'kemi shku. Ma mirë që s'kemi shku. Kush ka shku ka me të atje. Po, qatë periud, po. E na kemi pështu mirë. E atë vetë vendosëm kështu, thamë të shkojmë një herë se të qyshë dhe me të ke Marak gjithë ata shqiptarë, sa ftesën a u bajshin, ko gjësi me zorë këmë thonë po, edhe shkumë, 30 kusuror në ra tonë kohën fluturime, shkonë Texas këtheu, shkonë Chicago, shumë fluturime. U gëzu kur më rinë në New York, ta shqyqyrë, më rezot që kemi arë, ta shë bëj ke gajle vitë që shkemi më këthy. Në atë nesrit në Texas 4 orë fluturime, a ne edhe 4 më këthy New York, 8 orë. A pëtë të do në kuku. Okej, mirë koka që pas ka te i kalu, në anën tjetër edhe nuk e keni atë problem që e keni pas njëjtën, besoj që teket me kalimin e kohës, edhe shumë a shumë për shkak që nuk ka, kur është të shkru me bati hava. Ja, po, që ashtu është, kur është të shkru me s'ki ku ik, po vetë fobia po kryoj, kënë është edhe pej vetit pak, a ditë të në kohën, shumë treja kena udhëtu, nështë edhe u lodhë më dhe se jo, ja mirë, tash mirë. Që shpori. Që shpori edhe përse. I qgajlës me kam. Për gjdo vendi kull, tani, po du me ju pëtë kur këthejeni në Kosovë. Qysh ndijeni? Kur këtheju në Kosovë, më duket s'ka kur gjo ma mirë. Një që më rri mirë, si zbritim në aeroport. Edhe tash e kanë bë aeroportin e Kosovës tamanë si jashtë, s'po vrejet shumë diferenca. Edhe ma mirë, ku do që shkon lobin, është normal që ata janë shtetë ma tje, i kanë kushtet ekonomike ma të mira, po
punë për veti si në Kosovë, që e një vetin kështu, Si vendi jëtë shpirtnesht mirë, kërkojnë. Definitiv s'ka. Edhe unë kur të vi, qatë moment që zbret aeroplanin, njerë tham shqyqyr që pështu. Gëzona shumë që ku marrë, edhe për para, kur isha aeroporti jo i regullum, kur isha aeroporti vjetër, drejt me thonë, kur shkeshmi në për Europë, ose ku do në botë, isha kur vjen një ditë dhe na me pas një aeroport shtu të mirë. Tash kur zbres në aeroport, knaqna, se nuk daloj kur gjo për i venet tjera, aeroportet e tjera, sepse u bo shumë mirë, u bo aeroporti mirë, e kini knatësi kur po zbrisish. Kështu që mirë shumë. Prej Kosovës, ku po shkojmë, cilën shtetë tani këto momente? Ku po ndalemi? Destinacionin e parë, ku e kena? Po shkojmë për ma largë, pra në Amerikë. Në Amerikë, përjetimi në Amerikë. Në Amerikë. Ndoshta veç aja dëshira dhe ato oferta që kemi pas, që s'kemi shku asë njëherë, e kom pas andër njëherë me shku. Mirë, jetë 24 orë jetë, mu ka duk që është atje, dhe më dhenë kur se ke ditë nata, dita, është njerës lëvizje. Dinamika. A nashtë anat. Porcionet më dhoja, se pa isha unë isha i të pa angë. Mirë, jo, mua atje më ka pëlqy mas shumë ti që kishin përparësia dhe edhe pëso është i huj Kosovarë, se pa morë për asysh, i kishin ato përparësia që mu i keme dëpërtu me punua, do me thënë mu i keme arritë edhe ka pëlqy që kishin arritë shumë shqiptarët atje. Po, edhe ashtë ma tepër më përplasë shumë hapta se të respektojnë si Kosovarë ekstrem. Shumë. Edhe u ka një ndjenë shumë e mirë. Dhe kemi pas ofirta na për restorane. Edhe publiku, dhe që shmi ka që malë, sikur për para, shumë herët për kemi shku në Europë, njerës matë për malum, nështë ta vetë largësia na s'kemi mujtë me shku, ishë hera parë që shku, na kanë pritë qatë që ngrot, qatë që njerës për malum, mirë shumë. Qëka kështë të sjellë për Amerikës në Kosovë? Qëka këshim sjellë? Unë e kisha thonë që tha sa fejtja që të respektin të njerë, që dashurin që ju ka metë. Shmbet respekti, do me thonë, të na nuk o që s'ka respekt, po të na pak janë largu njerës, në ashtë dhe jeta, puna, dinamika jetës. Bas luftës ka ndryshu. Atje mu kanë duk njerës shumë tafërt me zveti, shumë me respektu njëni tjetrin, shumë bashkum, kjo ma galoni për shtypje shumë të mirë. Nësën respektin me këty që kena pas për para. Dhe për para e kena pas respektin shumë të madhë njëni për tjetrin, na kena ditë me shku të hallat, të agja, të tezja, me flejt, me javë, me vakime nejt, ko në fundit të më thonë, o hupa, s'ka mo, nuk shkojmë se dim ku e kena tezën, se dim ku e kena agjën, a dojën, apo... Me pas edhe me njën gabim se neve na kara një kohë shkurt me nejtë në Amerikë dhe tonë kohë një mi konë rrugë. Neve sa kemi mujtë mi vrejt aty, na kanë respektu shumë, na kanë marë, na kanë shetit, na kanë... Ama respektin është mirë pak me rikëthy, nështë ta vetë lufta, i ka bot vetën, njerës me halë, me dirte. Atje nështë ta që të problem ekonomik nuk e kanë. Po, se na probleme... Na kena luftë për eksistencë. Probleme ma e madhe është lufta për eksistencë, ndështë ta e hupem shumë qka dhe me tonë, hupem të puna e respektit edhe puna e sandeve dhe me tonë edhe solidaritetit njëni me tjetrin, apo me shku të njëni tjetri që jena shku kohë pa kohë, u bo dinamika e punës, se cili u shkatërum, se cili me mbjetu, kush me bo kushtet, kush me afru kushtet, sa ma shpejt edhe ndështë ta u largum njëni për tjetrit. Nëse kena ekonomi ma të mirë... Në fakt, këto probleme nuk i kanë, edhe normal që i kanë punë të kejtë të rahatu, me fëmijët i kanë për punat mira, me pagat larta, edhe nuk e kanë atë problem, për shembull të na kem shumë familje që s'mujnë edhe me ja dalë, kur qysh me fëmijë, me ase, nështë që kjo është aja që pa kemi leon pak anash. Prej Amerikës, po zbresim, po aterojmë, me shku në Zvicër. Në Zvicër. Në Zvicër më pëlqen mas shumë të vozitja. S'ka për 120 nuk i kërkoj. S'ki nevoj me thonë ma ka dalë. Që ato e kisha pru këtu, me qef. Për Zvicrës veç që to e kisha pru. Zvicra është dhe një mirë, ka bjeshk, ka gjdo gjo ka mirë në Zvicër. Ka natyrë të mirë, për natyrë kemë edhe na shumë të mirë. Kështu që veç që to e kisha pru në Kosovë.
Po më lem për shtypje që në fakt unë Remzien ku që e kisha në emision dhe e pyeta dhe më thonë dallimin prej atij vendit në atë vend dhe Remzia po të regon për punën e mushtishtit që ka të bëjë dhe më thonë që ajrin e pastër e krejt si mushtisht e krejt këto edhe ma kishin pashkru një koment po se kom pa mas andej. Ma kishin pa, o ka dalë e Remzi se bone mushtishin thu se që kej ofër Parizit është. Vaj, qashtu është. Po qashtu. Ja këthejnë në vend Mesazh ma i bukur s'ka. Jo veç mushtishti, po këthejnë vend asaj më thënë vjesht që i kemë në Kosovë. Kosova ka vene shumë të mira. Sinqerisht, nështë asi veç mushtisht, me të vërtit ka sene shumë të mira. Që me shku mi vizitu, për një mes do këtë asë që i në Zvicera, që për ka të najnë ofër Parisit, sinqerisht për thamë, se ka një pejsazh shumë të bukur, fshati është krejt në rafsh, bjeshti ka me njerë për mi. Për shambull, shpijat baba dhe agja ku i kanë atje në Mushtisht, është një lukë ku rretit shkon, na i kemi reka i thëshme, reka, edhe bjeshkën e kanë aton, bjeshkën kanë këton. Është qaç vend i bukur, sa shumë shkojnë e vizitojnë atë vend, se dhe është hap një restoran aty shumë ofër i kushërive ta. Edhe është mrekulli me shku. Ka vende shumë të bukra lëmë Kosovë. Ka gjona të bukra që na... Aja shka është e bukur, s'kem qare, pa i thonë që është e bukur. Po, definitivisht. Definitivisht, sepse unë shumë e shoh njerëz që janë zhgënyu, jo këtu s'ka ku jo ka. Kosovë ka shumë gjona të mira. U punu diçka mirë, që s'muj me thonë që s'u bo, për shamë kemi rrugë tash të mira, kemi aeroport të mirë, kemi po ka dhe shumë gjona tjera më bon se... Që mujnë më bo. Okej, prap kena mundal të Zvicra, me Zvicrën keni punu gjatë. Po. Bramje, koncerte, në harap bashkë këpëshhere me konë edhe festat, mindru vitin dhe me tonë, me fillu vitin bashkë, kështu që ka gja shumë dhe me tonë me Zvicrën edhe një farë mënyre judojnë, shumë judojnë. Shumë. Mue, aty në Zvicër, na kemi najtë shumë, që shto edhe ti prej fillimet, kër kemi fillu me shku në për Europë, na kemi shku në Zvicër, kemi najtë shumë. Ate kemi najtë me... Natënites, në Po, mbajtës. kemi najtë me muj, kemi vizitu shumë vene. Zvicra më ka përgju që nuk ka pas distancë shumë të lartë. Dhe më thanë, ku do që ke shku ma shumë se 300 km si kemi pas, edhe kemi pas koncerte shumë. Dhe më thonë, mëj me thonë, dhe 20 koncerti ma ishim në Zvicër. Po. Edhe rishqim e muj atje. E Gjermania ma e hapë, ma pritoj shumë kilometra shumë. Ndryshe, une është mas shumë të shteti që më pëlqenë në Zvicër. Zvicra, dhe më thonë, kishë jetu në Zvicër? Une bashkëshortin e kom pas një 17 vjetë o kon me Vistsef, Adili atje. Po. Ka jetu. Për me jetu nuk kom ujtë me jetu atje, sepse edhe punën na kemi pas që ashtu. Unë e di që kri shqiptarë që janë atje, edhe që përna për cjellin tash, e di që shumicën mi pytë, thojnë ma mirë në vend tanë, shkojnë. Po. Veç mi pas pagat ma të mira, ma mërmenja se cili ka qef më këthyn vendin e vetë. Po tash kushtet i kanë detyru dhe ata me shku, se shko ku të shkojsh, si venit. Guri ranë për shumë vend vetën. Ska shumë gurbet tash po vinë kur po dojnë. Po, definitivisht që Po, për para ka vetë 15 komunikimit është ma e kanarë. letë, është ati gjdo gjo tash mos ka Po, gurbet. shqyqyr që i kemi pas atje, Jo, edhe i kanë majtë krejt familjet këto. Po, shqyqyre mos në lërë zoti asë njerë, pa ta për shkak që kontribut shumë të madhë kanë jebë gjithmonë dhe vazhdojmë prapë dhe me thonë për me japë për Kosovën. Kështu që shqyqyr për zoti që e jonë konë, e i kena atje, po mbi gjitha kom qef një tarme se po mbjen shumë me emision më ullëtu, aq ma te për sët në kuadrët e emisionit, që ka shumë qka prej diasporës, në kuadrët e emisionit, mos me arru me të rëgu që kom qenë edhe në 20 vjetorin e Rinorës 4, 20 vjetë fakt nuk është pak me japë kontribut, ku edhe të rëgon Shabani që sa thmit, e atyve që në takujën martun Rinora, së djën pjesë e Rinorës. Ata ka ndonë seriosisht një kontribut shumë madhë, se me të vërtit që pëthu ti kanar dhe rinia janë taku me zveti, janë njoft me zveti, sepse me rritë fëmin në vend huj, është me të vërtit vështirë se shqyqyr që kanë egzistu këto vene si Rinora, shumë tjerë. Rinora, Bolero, faktikisht janë dyjat në Zvicër, dyjat janë dhe më tonë ka gjatë që kanë emën edhe faktikisht na kemi qenë pjesë e tyre shumë shpesh. Po, prej Zvicrës,
A me shku në Gjermani, a me shku dika tjetër? Shkojmë të shka Italia. Po shkojmë në Itali, okej, po shkojmë në Itali. Italia është vend i mirë, më pëlqen shumë, është i nxehtë, është ka peizazhe shumë të mira. Po, shka me bo që ka një krejt qiptarët për aty se s'është dhe gjendja ekonomike e mirë, nuk di pse. Po, në fakt, më të në krasim me Zvicrën, me Gjermaninë, me Austrinë. Nuk di pse, gjitha të senet mira, për shembull me ndodhë që kjo, po është si vend më pëlqen shumë. Si vend pëlqen, dhe më thonë puna e pejsazhit e puna të seneve, dhe më thonë edhe është vjetra e... vend ma i nxehtë, ma... Dhe më thonë klima, që ka klima ma nxehtë, dhe më thonë pëlqen. Ka Venediki ato, ka Roma, ka Milano. Mirë, ka Roma me shetit shumë në Itali, po mirë, po Venedikus, kem që ka flasim për Venedikun, është vend i mirë shumë. Ju ka ra 2 jave, dhe më thonë, me shku edhe me situ, ka gjarë. Në Itali kemi shku shumë gjatë, mirë Italia. Qka kështë cilë për Italis tash në Kosovë? Për Italis, që është të dishka si Venedikun, Ej, me bo me dhe të pak, komuna Batloven. Që është të diqysh me bo me ato anite bugra. Batloven, me bo me anije, me investu ma Batloven mujna me shumë. bo, valla, se shumë peizazh i bukur. Po, definitivisht, Batlava është pejzazh këgja. Shumë edhe është bëgja i liqeni i gjatë. Labi vogël, për do gjanat që janë Kosovë të mira, seriozisht mujnë mi bo shumë të mira. Zakonisht që të vendet që i përmendem, edhe kryesisht ju keni udhëtu edhe shumicën e kohës, sidomos me Italinë, me këto ju ka ra me shku me makinë. Me makine, me aeroplane, me anije, me... Që tash, po thëmë, për puna e makinës dhe me thonë që për aeroplanit ju kitut. Po anijes me hi në anije, në anije... Po labë, unë tut në dhe në anije. Po! Edhe kërë kom shku njerë me tren, kjo prej Minhenit, banë e men ka pa aeroplanit ka shku në Danimarë, në Kopenhag, edhe unë i thash, e lash me aeroplan me shku, kur dalë, ja thash unë zve me aeroplan. Koha keqe. Po, Koha keqe, thash unë me tren. 15 orë me tren i kom bo dojnë ati. Veç isha të bo, kur një s'ka i trejnë, dhe isha, o zot, shka i bona vetit, pa të dike shuj, bile më s'for. Rriq aty të këtë. Kjo si pa të bardha, ka shku kam rinj, ka shku në hotel, ka dal ka shëti. Po, tëna, ka bo Chopin, ka flej, tëna. Ti 5 motor të ndru trena, të nga Jo, për 5 treni. motor, është kemi udhëtue Prishtinë, Kopenhag, me kep. Edhe para me ndoti, e kemi pas koncertin, mas koncertit në thanë organizatorët, javë kena rezervu hotelin, po na jo se po toj me nalëm dikon rrugës, flemë, qëfar bore labë. Jo pak borë, po nuk di une. Skandinavia dhe njëtë si vani ftohtë. Tutën e asaj natë kur të i des nuk e harroj. Qëfar aeroplani, as aeroplanas. Hitë s'myshe me hecë, kitë kere të rëshqeqen, kretë, as myshe me gjithë në hotel, dejke na hinë Gjermani hotel rrugës nuk ish. Jena nërë me një parking, se s'mëj ke pa dili me vozit, kena nejt një orë 2 dhe pak u qëtësu. Po du me lidh me aeroplanin, shumë anë rizikimi konë që aty se me aeroplan. Që? Nësë është e shkru me në aeroplan, shumë shpejt, tap. Ja, bo qike mirë, seriosisht. Po, që ajo... Shtash kom nisë mu përmirësu. Kom nisë mu përmirësu. Ja, seriosisht, trikat e fluturimet të fundit që kemi pas, beso që në kur nuk jam konë me bisedu, kështë me bo mohabet, bile një fluturim arshmi bashkë me shviretën, ajo mohabet me mu, e ka njerë bejke mohabetën e këthi shakryt me këqyem të këtë qka po këqyrë. Pol me mu kënina qka zhjetë këqyrë. E jo, mami. Ja, po shihet që ju ka hek friga se jem me 14 maj në Hamburg. Dhe na zakonisht nuk kemi pranu, tha po toj se shkojna. Thash, me kera me aeroplan, dhe shta di, bile me që tash ja tha me aeroplan. Definitiv me aeroplan. Do me thonë që i në regull është. Kismet. Bile ka me bo një foto me qitet në postu. Me bo dhe që kjo që tu Ta është këtë dhe me ndru fjallën se emisioni shkone, pojnë qek, jo vish ka thonë. Po, jo, dhe presim, besa edhe qatë minut që kime me him në aeroplanin, kime postu fotën te. Kjo ka me më thonë. Do të mos e i tham labi qite kështu mirë që ta shtoj se ka thonë shkoj dhe nuk ka orë me aeroplan. Jo, na që po e thojmë kështë për shikust,
që në fakt ti kime postu fotografin, Kismet. unë kome bo shirtë një kapë me lagin. Kena me të regu që me aeroplan. Dhe i shkaj se kom pas vide. Edhe shkaj. Tash në shtaj vje keq. Jo, a dhe që shë në bëfasuna se me shumë kolli kur diskutojsh, mi thuj ke shumë friguna. Të shani pëse po hypë? Unë nuk i baj dhunë shpirtit tem, sinqerisht po tham. Nuk du me bo dhunë në veti, kur unë një frikë që një ekstrem të madhe, unë nuk unë është ta frika të aeroplan, për është të vetja jote, se një turbulencë e madhe, ti mu ishme pësu seriosisht na infrakt, tani se frika është tepër e madhe. Edhe unë çuditna me disa sot tepër frigore dhe hypin non-stop çdo javë. Ashtu s'kisha pranu, s'kisha mujt. Ishëm të udhëtu për Dyzeldorf. Edhe unë kisha marrë një libër me lexu. E lexoja një psikologji. Kjo të kjo dhe këtë kemë. Ai Fadili lexoj ke një gazetë dhe ke ju nuk keni normal. Ja, pa zhymë me lexu në aeroplan. Qëre, mirë kjo dhe më tonë që ki frikë, por në anën tjetër dhe më tonë nuk kryon, ndoshta edhe panik shumë të madhe të njerëz, prap ki qef me komuniku me fola. Jo, Ja, me fol, një kohë jo. Një kohë s'ka guzu kërkosh me më fol. A dim se dhe më gara rasti me kujtën e me merin. E me merin ullëm gatë, edhe isha në gatë dhe më tonë sa që mu më shtini, edhe me mëndu pëse hipa unë në aeroplan edhe taksirat që më boni me panik edhe mu. Unë e veç qa diqka për shamë mera e mirë, të më vetë, të më pëtosh! Ka dalë mërë, a ditë qa për ndodhë, dhe më tonë. Ja nisi, po më pak të dhe ajo e ka te i kalu situatën, dhe më tonë edhe pak po të tonë mirë, lapse seriosisht, na pe kem punën non-stop jashtë me shku. Me të vërtet, disa ofirta që ishin shumë të mira, ka njerë, thësha, qysh ko mujt mi thonë jo këtu në njerë, dhe për shambull, disa ofirta që janë konë shumë të mira, për shkak të fluturim se e bëjsha me dhe isha me shku me se qëre edhe keri e ka të mirën e vetë. Po. Se seriosisht për thamë tash, edhe mos më frigu në aeroplan, kur të vinë festat të nëntorit, për shambull po lidhjen mramjet krejt ofër vitit. Tash kur përshkojmë atje, kur pe ki kerin tana, asë njëherë nuk kemi udhëtu dhënë shumë që shtojnë, me unisë këtu edhe se du me më rrinë. Po jemi nisë, jemi në Kroaci, 6 ator rrugë, jemi në Kroaci, kemi bujt një natë në hotel, jemi qut nesrit, ka dal kemi udhëtu, dhe më thënë nuk i kemi jetu, rrugën që na kemi bo një rrugë, jemi lodhë shumë. Edhe jemi këthy prape i turnes, për shamë, jemi nalë prapë rrugës dikon, kemi pushu, kemi arë, veç që normal aja koha për ta merë pe kia të konë pak ma gjatë. Për shamë të sheka punën Fadili që do të me punu këtu, normal që na nuk muj me nejtë edhe shumë. E qaj është, asi se ka njerë edhe kerje ka të mirën e vetë. Sa atje dush me vizitu na i shak, dush me shku dikon me nejtë, të familjartë, e ki kerën tanë, shkojsh, këthejesh, navigatorin, po të qanë drejt e sala, pe krysh koncertin, po dalish, dhe më thonë e ka të mirën e vetë edhe ke punë e kerrit. Po e marrë shembull konkret për ty, po e ka të mirën shumë keri, po për Fadilin që je vallaj është në volan të në kohën. Një moj ka një herë. 150 km me vozit, më thotë ti pëthush 300 km vozit. Se po lodhë nga ma shvesh, pëtam ja, zdi që shpo vozit ishti, se unë nuk muj ka të shumë. Tani këto momente, di që për shikuesit emisionit Një kafe me labin, kemi edhe për shtetet tjera që ka të flasim, po në anën tjetër dhe kemi me fol shumë qka edhe rreth jush, po tani këto momente është koha që t'i ndjekim edicionin e lajmeve të orës 12:30 të koha vizionit e me njëre pas edicionit lajmeve që të kthejemi përsëri bashkë me Motat Mustafa, po bashkë edhe me ju shikues të koha vizionit. Koha për kolegët në studion e lajmeve.